kena vazhduar tregtimin deri pas nashta një viti kur ardhëm gjoba për zërrejs, atëherë drejtori operativ Luigi ka të marrë vendim që me ndërprej gjitha tregtimet me kompani që janë licencën në Kosovës së Shqipëri. Pastaj ka ardhur njoftimi nga zërreja dhe ka njoftuar që momentalisht tregtimi mund të bëhet vetëm me kompanitë që janë licencuar në Kosovë ose në Shqipëri deri në vitin 2022 na kena vazhduar me kompanitë që kanë qenë të regjistruar në Kosovë dhe që kanë pas licencë nga vendet përkohëse shteteve europiane. Deri në vitin 2022 nuk kemi pas ndonjë njoftim nga zërreja që është e ndaluar ose diçka ka qenë deri në atë ka qenë që mund të bëhet tregtim me këto kompani që kanë licencë Kosovë, Shqipëri, po edhe vendet europiane. Nëse në vitin 2022 unë nuk kam qenë përshin një mail, mi po me dje zyra tarifa për çështje regulative, zyra për tarifa dhe çështje regulative, e cila ka pas komunikimin edhe ka me zërrejnë, ka pranuar njoftimin që me ndërprej tregtimin me gjitha kompanitë të cilat nuk janë të regjistruar në Kosovë ose që nuk kanë licencë që kanë memorandum bashkëpunimi me Shqipërinë. Pastaj sa më kujtohet, drejtori i zyrës për tarifa dhe çështje regulative ju ka drejtuar zërrejës, ku kemi qenë edhe unë edhe kolegun përfshirë në komunikim, edhe ka kërkuar që me njoftu cilat kompanija licencume që me bëtë tregtim keku me vazhdimin e tregtimit. Pastaj ka ardhur njoftimi nga zërreja dhe ka njoftuar që momentalisht tregtimi mund të bëhet vetëm me kompanitë që janë licencuar në Kosovë ose në Shqipëri. Pas ne kemi pranuar njoftimin nga zërreja, unë i kam drejtuar drejtorit operativ, cilën e ka pasur në drejtor me skemë organizative, Zotri Luigi Mejlit. Zotri Luigi Mejlit. Përshin ka qenë edhe sakse nuk e dija ka pas drejtori i servisa në atë kohë Edmond Nullejshi. Po ashtu edhe kryeshefi Zorga Krasniqi, drejtori Kujtim Hoxha, kolegu Graniti, nuk po kujtohet dikush tjetër ka qenë ajo, mirë po ka qenë dhe më mbas hierarkisë që është dashur me raportu. Kam kërkuar se qysh me vepru pas njoftimit nga zërreja që me ndërprej tregtimin me kompanitë që nuk janë të licencuar në Kosovë ose në Shqipëri. Pastaj ka marrë përgjigje nga zotri Edmond Nullejshi për arsye që gjatë asaj kohe për çështje tregtimit
Ka qenë duke zëvendësuar drejtori operativ, zotri Lëgjë Imeli. Me këtë rast, në ka zonë që me vazhdu tregtimin me gjitha kompanitë që shkina vepru deri me tani, deri në njoftim të radhës. Ka qenë kompania slovene, kompania shtetërore slovene, HSE ose Holding Slovenske Elektrarne. Kena vazhdu tregtimin deri pas nështë një viti, kërë ordo mo gjoba për zërrejs, atër drejtori operativ Luigi ka të marrë vendim që me dhe prej gjitha tregtimet me kompani që se janë në me Kosovës e Shqipëri. Deri dhjetor 2021, kur kemi fillu blerjen e energjisë, kryesisht shumë sasha ka bëhe drejtori operativ. Pastaj në dhjetor, deri nasha 2-3 ose 1 janari, për zgjedhjen e fituesve të blerjen e energjisë, shumicën e raste e ka kryer kryeshefi. Pastaj ka kaluar një pjesa përsëritë e drejtorit operativ. Jo zyrtarisht, nuk e di, me dija është në fund të marrë, mirë për jo zyrtarisht, goja resht këna marrë vesh në fund të marrë, që e orë një me PZRS, marrë. Nuk e di sakt. Po, 2022 më falë. Po, si në fund të marrë 2022, jo zyrtarisht, dhe marrë goja resht, që e orë një njoftim PZRS, që më ndërprej tregtimin, pastaj në qeshor dhe më ka qenë dhe më e-maila kërë ka dërgu kujtimi edhe përgjigja brenda ditës PZRS. Keko para prakisht ka pos edhe para vitit 2018 kontrakt me 18, dhe më prej mas luftës nuk e di saksisht asi, mirë po janë dhe më që ka pos kontrakt kërniz me HSE-in. Mirë po, pas 2018-ës, kur kena fillu tregtimin energjisë, janë azhurnu kontratat për shkak të dënave ato,